رمضان يا تاج السنة يا منحة الرب الغفور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahu subhanahu wa taala për vetëm të pashësh. Salavat dhe selamet ja dërgojmë zotërisë së pejgamberëve, punës pejgamberike më dashurit ton, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij, sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith: "Thalatha man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman." Tre gjëra të cilat i person nëse gjendë të një person, ai vetëm se e ka gjetë ëmbëlsinë e imanit. Edhe përmend për tyre an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. E përmend për tyre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nëse Allah subhanahu wa taala dhe pejgamberi i tij janë më të dashur ndaj ai person vetëm se e ka gjetë ëmbëlsinë e imanit. Njëherë për helave vjen një person edhe e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulullah, mata as-sa'a?" O i dërguari Allahut, kur është dita e gjykimit, kur është kiameti? Pejgamberi sa nuk i përgjigjet. E pyet dytën herë dhe tretën herë: "Ya Rasulullah, mata as-sa'a?" O i dërguari Allahut, kur është dita e gjykimit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Fama wa'adta laha." E shka ke përgatiti për to? Thot nuk kam përgatit asgjë vetëm se unë e dua Allahun dhe pejgamberin më shumë se çdo sen tjetër. Fa anta ma man ahbab. Pa mos i lëm se ti ditën e gjykimit para Allah subhanahu wa taala ki me qenë me ata të cilët i ke dashur edhe në dunja. Nëse robi ka jetu edhe ka vepru mes dashurisë Allahu subhanahu wa taala dhe dashurisë pejgamberit alayhi salam, ai vetëm se ka fituar për kësaj, edhe në ditën e gjykimit, edhe në xhenetin e Allahu subhanahu wa taala, dosh Allahu do të jetë edhe me pejgamberin e tij. Enes radhiyallahu anhu, pasi e dëgjova këtë hadith, pasi i dëgjova këtë fjalë për pejgamberin alayhi salam, thot nuk ka diçka që më ka gëzuar mua më shumë pas islamit se sa ky hadith. Fa Allahu në Kur'an: "Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah." Nëse jeni ju për atyre të cilët i bindeni Allahu subhanahu wa taala dhe e bëni Allahu subhanahu wa taala të pasoni mua. Do të pasoni sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kjo bëhet shkak që edhe Allahu më dosh juve. Nuk ka mundësi që dikush i cili e don Allahu subhanahu wa taala e më vepru diçka kundër sunetit e pejgamberit alayhi salam. Sepse këto dyja shkojnë bashkë. Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Thuaj nëse ju jeni prej atyre që e doni Allahu subhanahu wa taala, atëherë pasoni mua. Pasoni sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që kjo bëhet shkak që edhe Allahu më dosh juve. A keni vërejtë ndërmjetëherë se nuk ka fjalim që e nisni na. Nuk ka ligjerat apo dërë që mbahet diku, edhe pas falënderimit të Allah subhanahu wa taala nuk dërgojnë salavatet për pejgamberin alayhi salam. Çdo herë që nisim në fjalim, pas falënderimit të Allah subhanahu wa taala ne dërgojmë edhe salavate, selame për shëndetje për pejgamberin alayhi salam. Sepse Allah subhanahu wa taala urdhëroi kështu. Edhe Allah subhanahu wa taala e ngriti pejgamberin alayhi salam të ndodhë këta. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allah dhe melekët e tina i dërgojnë salavate për shëndetin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O ju që keni besu, dërgoni edhe për salavate atij dhe për shëndetin e atë. Komentatorët e Kuranit, ata që selëbirën me komentimin e ajeteve të Kuranit në lidhje me këtë ajet thanë se Allah subhanahu wa taala përmes salavateve që i dërgën tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai dëshiron me këto që ta ngritë dhe ta lavdëron atë.
Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Man salla alayya marratan, sallallahu alaihi biha 10." Kush dërgon një herë salavate për mua, Allahu subhanahu wa taala ja kthen atina 10 herë. Do thot, kush do për ju i cili thot vetëm një herë, Allahumma salli ala Muhammedin, Allahu subhanahu wa taala ja kthen këtij personi 10 herë. Po ashtu transmeton Ibn Mesudi se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për mua më i dashuri në ditën e gjykimit është ai i cili ka bërë më së shumti salavate për mua në dunja. Do thotë për më i dashuri për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në ditën kur do dali para Allahu subhanahu wa taala është ai i cili në dunja ka dërguar më së shumti salavate për të. Një herë prej herëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte duke ndajtur me sahabët e tij, me shokët e tij. Edhe filloi edhe po çon. E pyetën sahabët, ja Rasulullah, më edhe ju ti, o i dërguar i Allahut, çfarë po çon? Çfarë po bën ti për me kaq? Po për dashurit e mi. Pa a nuk jemi të ata dashurit e tu? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, ju jeni shokët e mi. Por se dashurit e mi ata të cilët kanë më ardhur mas meje, kanë më pasu mu edhe kanë më dashur mu një si kërse janë të mbashë ta. Si për të kuptoni na, vetëm këtë moment të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kishte më na mjaftuar neve për me dashur ato. Me kuptu vetëm të qafë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kishte më na mjaftuar neve, mjaftueshëm për dashurinë ndaj tij alaihi salam. Sepse ne jemi ata të cilët kemi ardhur pas tij, do të thonë jemi për atyre të cilët e pasojmë sunetin e tij, edhe e dojmë atë sallallahu alaihi wasallam. Në dosh Muhammed alayhis salam, pejgamberi Allahu subhanahu wa taala është për besimit. Thot Allahu kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Nëse jeni për atyre që e doni Allahun, atëherë pasojeni sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasojeni të dërguarin e Allahu sallallahu alaihi wasallam, e kjo bëhet shkak që Allahu me ju dosh juve. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Edhe shkak i sajna, Allah subhanahu wa taala ja fal edhe mëkatet e juve. Hyrja në Islam fillon me shahadat, duke thënë ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah. Jeta jote në dunja jetohet me këtyre dyjave, me shahadat ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah. Pashtu edhe dalja nga kjo rrugë, dalja nga dunjaja duhet të dalë me këtyre dy fjalëve, me fjalën ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah. Transmeton Anas ibn Malik se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi mimma siwa." Nuk ka besuar askush për juve. Nuk ka besuar askush për juve përderisa unë jem më i dashur për ty se çdo sa tjetër. Përderisa pejgamberi Allahut të jetë më i dashur për ty se çdo sa tjetër. Muhamedi sallallahu nuk ishte thjesht vetëm i dërguar për Allahu subhanahu wa taala. Por se wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fa Allahu subhanahu ne ato e kemi dërguar mëshirë për gjithë botën. Rahmatan lil alamin, për gjitha botën, mëshirë për të gjitha botën. Dashuria për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam tek ne e ka përcjell hadithet e tina. Ashtu edhe sahabët brenda deri tek ne. Thotë Ibn Qayyim Allahu më shëro. Kush kërkon, kush dëshiron që të zgjerohet gjoksi atina, të falen gjinohet atina, edhe të lehtësohet atij çdo vështirësi që e ka në dunja, edhe të largohet atij çdo mërzi që e ka në gjoksin e tina, edhe çdo breng që ai e ka në gjoksin e tina, atëherë le të shton salavatet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do thotë, me këtë fjalë të Qayyimit ai të kupton se shtimi i salavatet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është për shkaqeve të faljes mëkateve tona. E parë. E dyta është për shkaqeve të zgjerimit gjoksit tonë. E treta është për shkaqeve të lehtësimit çdo vështirësie që na e kemi. E katërta është për shkaqeve të largimit të çdo mërzije dhe çdo brenge që kemi në gjoksin tonë. Dhe nuk të fitojnë nga dashuria e tij. Nuk kanë përfituar nga dashuria e tij vetëm se ai që e bë atë. Në ahiret ata të cilët kanë dërguar më shumë të salavate për pejgamberin sa do të jenë ato. Thotë Ibn Qayyim në transmetim tjetër se nëse ti kime dërguar salavate aksa numri i frimarëve tua. Sa herë që ti merr frim thua Allahumma salli ala Muhammad, nuk kime mujt me i dal hakësh takim hata dhe i dërguar sallallahu alaihi wasallam. Nëse model për dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë vetë gjenerata e parë. Vetë ata që kanë jetuar pejgamberin e Allahut.
sahabët ridvanullahi alejhim, e kishin pyetur një herë për herave, Ali ibn Abi Talibin se si e shprehni ju dashurinë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, si e shprehni atij dashurinë dhe si e bëni atij që ju e doni atë, pa ne e doni atë më shumë se vetja jonë, ne e doni atë më shumë se familja jonë, edhe ne e doni atë më shumë se çdo sa që na ofron të ne. Në herë për herë, Fuabani radiallahu anhu kishte shkuar në një udhtim shumë gjatë. Edhe ishte vonuar kur gjatë për këtë udhtim. Edhe gjatë ardhjes në Medinë e kishte shkruar një mërzi mjaft e madhe. Edhe ka hyrë një dyshim prej shejtanit se ndoshta pejgamberi Allahu subhanahu wa taala ka vdekur. Edhe për asaj mërzie e ka kopë një smundje mjaft e madhe, një zbehje në fytyrën e tij. Kur vjen në Medinë fillon nuk shkon në shtëpinë e tij as i lodhur, por se fillon edhe kërkon në çdo shtëpi në xhaminë e pejgamberit, në çdo shtëpi derisa e sheh fytyrën e pejgamberit alayhis salam. Kur e shef fytyrën e pejgamberit alayhis salam, do të Rasulullah, kam menduar se ke vdekur. Ja Rasulullah, më ka pru shejtani mua një vezvese dhe ka menduar se ti ke vdekur. Edhe prej atij dyshimi dhe prej asaj frike mendova se ke vdekur, edhe unë kam vdekur, kam dhënë kësaj dunjaje, edhe mos e pa më fytyrën tonë. Po tuta se po më zën vdekja gjatë udhëtimit edhe unë mos të shoh fytyrën tonë. Kjo ishte dashuria që e kishin sahabët për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj shkak i këtij ngjarje, Allah subhanahu wa taala e zbiti ajetin. Wa man yuti Allaha wa rasulahu fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim. Ata kushdo që i bindet Allah subhanahu wa taala, edhe i bindet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aty do të thonë do të shumë e madhe. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Prej shahidave është dhënë do të ishte më madhe prej shahidave, për njerëz të sinqertë, për njerëz të mirë, e ku ka shoqëri më të mirë se këta. Ne lutim Allah subhanahu wa taala, që më na bëj atyre të cilëve e pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutim Allah subhanahu wa taala që mos më na marrë shpirtin dhe mos më na marrë prej kësaj dunjaje, vetëm se në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutim Allah subhanahu wa taala që më na bashkon gjithë në sunetin e tina, dhe më na bashkon me të në xhenetin e Allah subhanahu wa taala, atje ku do të jemi me të, ku do të jemi me shahidat, me njerëz të sinqertë, me njerëz të mirë, e ku ka shoqëri më të mirë se këta. Walhamdulillahi rabbil alamin.